Tung, jemi me një diskutim podcast I cili ka për temë mobilitetin urban Kosovë ndërmjet premtimeve dhe realitetit. Do të flasim me deputetin e Kuvendit Kosovës, por një herë është edhe urbanistën, profesoreshën Eliza Hoxha. Mirë se erdhe Eliza. Mirë se gjivra. Unë jam Uran Hoxha, kështu që na kemi një diskutim I cili realisht do të flet për një sen shumë të rëndësishëm, sidomos në ditët e sotme edhe me ritmin e jetës sotme që ka të bëjë me mobilitetin. Kështu ndoshta si me hap si diskutim Eliza është çush është angazhimin aktual të institucioneve të Kosovës, po them, edhe qendrore, po edhe lokale, se mobiliteti është shumë I lidhur edhe me institucionet lokale për me promovu një mobilitet qëndrueshëm të vendeve ku jetojmë këtu në Kosovë. Faleminderit edhe për ftesën, edhe për mundësinë me diskutu pak për çështje që na preokupojnë çdo ditë e që lidhen me politikat edhe të nivelit lokal edhe qendror, po që jo gjithmonë gjejmë hapësirë me diskutu në mënyrë të shtruar. Aspekti I zhvillimit dhe planifikimeve për çështjet e mobilitetit në Kosovë nuk është I ri, domethënë se ne nëse shkojmë në histori edhe e bëjmë një farë retrospektive edhe në nivel komune, në këtë rast Prishtinës për shembull, edhe në nivel qendror, gjejmë copëza, domethënë ose ide, mendime ose plane të caktuara ose gjysmake, nëse nuk janë të përfunduara, të cilat kanë një përpjekje për ta adresuar çështjen e mobilitetit. Po më kujtohet plani 65 që ka qenë I mobilitetit për Prishtinën, mandej pjesë të tjera të planit general për Prishtinën që kanë qenë të integruar brenda planit zhvillimor të Prishtinës ose planit hapësinor të Prishtinës. Edhe mandej përpjekjet e fundme që kanë qenë nëse zgaboj në udhëheqjen e kaluar të planit mobilitetit në kryeqytet, që ka qenë një konsorcium nëse zgaboj ndërkombëtar, por që domethënë ka copëza të cilat për shkak të nevojës adresohen, po nuk ka një farë rjete të lidhshmërisë midis hierarkisë së planeve dhe veprimeve, domethënë që bëhen në raport me ato plane. A u kom pak a shumë, se po të ndërprej, a u kom pak a shumë, sidomos me mbush vendin, sepse duhet diçka për mobilitet, po nuk është përcjell, po nuk u përcjell me hapat nështa për me zbatu që ato. E para është kjo, sepse ne po I shohim se dinamika zhvillimore janë shumë atë shpejta sa që na kemi pas ose I kemi përjetuar si më thon para luftës, më njëherë mas luftës edhe sot. Ndryshimet e mëdha që janë edhe klimatike, ndryshimet teknologjike, domethënë ndryshimet e lëvizshmërisë në kuptimin e modaliteteve të lëvizshmërisë, nevoja e rikthimit tek modalitetet e lëvizjes miqësore, domethënë në kuptimin me natyrën edhe aspekte të tjera kanë kriju politika të reja edhe hulumtime të reja, domethënë se si njerëzit dojnë me bëj jetën në qytet dhe jo vetëm. Edhe në këtë pikë, ndonjëherë në Kosovë po flas, këto procese kanë ardhur si presioni donatorëve të caktuar, ose I trendeve të caktuara, sepse ka fonde në një lami të caktuar edhe tash ne ngarejmë pas tyre. Nuk ka asgjë të keqe në krejt to që po flas, por një vizion të qartë të nivelit qendror. Nëse flasim për Kosovën, atëherë ishte dash plani hapësinor I Kosovës me pas krejt to pjesë të parcializuara që vijnë nga dikasteret e caktuara në kuptim horizontal, nga ministritë përkatëse, me qenë një dokument final, domethënë që është plani hapësinor I Kosovës, ku kapitulli për mobilitetin në Kosovë dhe arteriet kryesore në nivel kombëtar ose regional është aty. Dhe I njëjti dokument I shërben pastaj në mënyrë të detajuar për një plan mobiliteti, domethënë Ministrisë infrastrukturës së transportit, varësisht se si është titullari në kontekste të caktuara. E njëjta vlen mandej edhe për nivelin lokal. Ne mund të bëjmë plane shumë të mira të mobilitetit në nivel lokal, por kur ato janë të shkoqitura nga zhvillimi hapësinor, mendoj që kjo është një çështje që duhet të adresohet. Këtë kam theksuar edhe në konferencat e fundit që I kemi pas bashkë me aktorët që e ndihmojnë këtë proces zhvillimor edhe në nivel komune, edhe në nivel politikave dhe ligjvënies në kuvend, siç është Gizi ose organizatat UNDP, UN Habitat, organizatat e tjera, që krejt është në rregull, domethënë me pas fokusin te një plan I mobilitetit I cili përcakton të ardhmen e mobilitetit, domethënë si sfidë kryesore sot në qytetet bashkëkohore, por nëse ky plan është I shkoqitur totalisht nga një dokument parësor dhe kryesor që është kushtetuta hapësinore në këtë rast e kryeqytetit ose plani hapësinor I Kosovës, atëherë është e kotë.
sepse nyjet e shkëmbimeve kryesore të modalitetit të transportit, ku aty ku zbërthehen ose shkëmbehen llojet e ndryshme, ose ku shkarkohen ose ku mbledhen, domethënë njerëzit, duhet të jenë në pika të caktuara në qytet ku ne mobilitetin e lidhim me aktivitetet e tona. Me banimin, me qerdhen, me shkollën, me zonat e biznesit, me zonat e rekreimit, domethënë nuk ka mundësi që mobiliteti dhe rjeta e shkëmbimeve të mobilitetit të shihet e shkosqitun nga zhvillimet e tjera hapësinore. Po dalim kështu natyrshëm te një pikë e dytë e cila lidhet shumë edhe, si më thonë, me profilin tonë profesional si urbaniste. Na kemi disa qytete të cilat kanë qenë qytete ekzistuese, kemi pas rrugë kryesore të çarkullimit, domethënë jemi konë ndoshta pak gjendëm ju përshtat aty. Mirë, po kemi shumë qytete, përfshi Prishtinën padyshim se qyteti më të madh në Kosovë, po të cilat janë zhvillu komplet lagje të reja, janë zhvillu komplet hapësina të reja të banimit, zhvillimit, punës, zona industriale të reja, dhe çush e ki po, si më thonë, fokusin e këtij planifikimi për krah mobilitetit. Dy çështje para se me hyjë te pyetja tamam. E para është që jo gjithmonë dokumentet që i kemi ndoshta në dispozicion trajtohen me seriozitet nga vetë aktorët që duhet ta zbatojnë një dokument, një politikë të tillë, dhe është përkeqardhje me të drejtën. Dhe e dyta është po ashtu edhe tentativat tona kur kemi zgjedhje, kemi njerëz të rinj të cilët dëshirojnë të garojnë qoftë në nivel lokal ose qendror, krijojnë si them fotografi për njerëzit dhe besueshmëri për të marrë votën me premtime që janë boshës sepse nuk janë pjesë e dokumenteve ekzistuese të zhvillimit hapësinor përfshi edhe mobilitetin në këtë rast. Dhe aty pastaj fillojnë zhgënjimet e dyanshme. E para, që ti dëshiron të imponosh një plan pa proces me komunitetin sepse ke premtuar ose nga kryenësia dëshiron ta bësh një gjë të tillë, dhe e dyta që njerëzit pastaj njihen të tradhuar sepse kam besuar në diçka, sepse nuk shkojnë krejt njerëzit. Ne e dim, mi pa krejt planet zhvillimore, hapësinore, mobilitetit, se nuk është punë e tyre. E para, komunikimi sinqert duhet me ekzistu. Procesi me komunitetin duhet me ekzistu. Dhe e treta, që është më e rëndësishme, po ashtu se jo se këto dy të parat, po si qasje, është që komunat e Kosovës, pse po them komunat, nuk po du me hyjë te niveli qendror, po du me hyjë te komunat sepse ato në fakt i zbatojnë edhe politikat e nivelit qendror dhe pastaj zbërthejnë edhe në aspekte detajore. Faleminderit. Domethënë ato i bëjnë realitet politikat edhe të nivelit qendror, edhe të nivelit lokal, e ne ato i përjetojmë çdo ditë. Se shikoni një strategji e gabuar në nivel qendror, edhe mund të shkojnë kosh. Vjen një kryeministër i ri, janë shpenzu 300.000 euro, nuk janë ato para për të gjujtur në kosh, po sidoqoftë. Nëse vjen një ministër i ri dhe mendon që ajo politika që ne gabuar, më mirë është me e përmirësu se sa, domethënë, me u zbatu. Por zbatueshmëria e dokumenteve në nivel lokal është e prekshme, e dukshme dhe ndikon jetën tonë për ditë. Për ditë. Na e përjetojmë trafikun për ditë. Na e përjetojmë, domethënë, ndërtimin kaotik për ditë. Dhe ajo mandej neve na krijon aspekte psikologjike, emocionale, rëndesa të tjera, probleme të tjera, domethënë menaxhimit të kohës, aktivitetit tonë ditor që krijon trysni dhe thjesht barë të shëndetit mendor, jo vetëm fizik, edhe mendor. Ku po du me dalë? Është e kohë të bëjmë një strategji të mobilitetit në nivel qendror, nëse komunat nuk i kemi pasur të përfshira në mënyrë të sinqertë, pa dallim partije, pa dallim, domethënë kush është në pushtet atje poshtë ose kush është lart. Sepse politikat e nivelit qendror kanë u zbatu në tokë tikun. E ato janë komunat që e menaxhojnë, sepse pushteti te ne është i ndarë rasisoi që ju jep shumë kompetencë dhe pushtet komunave. Dhe jo rastisht e dim arsyen pse është pak oja Atisarit, kërkesat që grupet e tjera etnike në Kosovë të ndihen të përfaqësuar edhe të kenë mundësi të marrin vendime për jetën e tyre, që është krejt në rregull. Por kur ka një diskrepancë, një mungesë komunikimi dhe shtrimit të nevojave, kërkesave, dëshirave, vizioneve nga niveli lokal, nga bottom up, domethënë prej poshtë lart, për të përkthyer në një politikë të mirë zhvillimore nga lart që pastaj vjen poshtë me plane të zhvillimit lokal, me plane të veprimit afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë, qytetarët do ta ndjejnë vetëm një gjë. Kush është menaxher i mirë dhe kush nuk është. Nuk mundet me marrë një kryetar komune edhe me na jep neve një listë dëshirash, edhe me na mashtru me një palet ëndrash, edhe qyteti jonë me u bo veçmazi mas 3-4 vjetëve. Kushdo qoftë, cilla do parti. Sepse dokumentet e planifikimit dhe zhvillimit urban, dhe ato të mobilitetit si pjesë integrale të tyre, janë 8 deri në 10 vjetë. Që nën kupton? Nëse ai dokument është valid,
Urani do të vijë të konkurroj, duhet të ketë parasysh që s'mundet me premtu gjana koti. Po. Dhe ka një vazhdimsi, domethënë këto politika qëllimshëm janë me një kozgjatje më të gjatë se sa një proces i qeverisjes për të garantu kontinuitet. Për të garantu që ato politika do ta gjejnë vendin e vet pa dallim partije. Dallimi do të jetë kush ka qeverisë më mirë, kush i ka zbatuar më mirë ato. Prandaj procesi me komunitetin, me grupet e interesit është i rëndësishëm dhe dokumenti duhet të zbatohet. Te ne dokumentet nuk gjejnë zbatueshmërinë për pikëri, disa fare. Domethënë nëse flasim për Prishtinën, Prishtina ka dokumente interesante, planin e mobilitetit, i cili adreson çështjet kyçe, ndoshta jo të gjitha në mënyrën më të thuktmundshme, sepse ndonjëherë ne marrim një kompani që është nga jashtë dhe mund të ketë pedikren maksimale për punën që e bën, por nuk e njeh kontekstin. Dhe nuk e prodhon ndoshta gjithmonë dokumentin më të mirë të mundshëm kuptimin e zbatueshmërisë, jo në kuptimin e përmbajtjes. Unë fraholli kam se çdo dokumente shpeshherë kanë edhe hapa që duhet më njeh. Po nuk po një kit shkruar komplet. E tash, hapa që duhet më ndjek. Po flas për nivel qendror. Ne kemi një strategji për mobilitet, e cila ka plot anomali. Dhe më vjen keq që nevojat edhe kërkesat e grupacioneve të caktuara të grupeve profesionale, po edhe të komunitare nuk janë adresuar. Për shembull, kur flasim se transporti publik në përgjithësi, ose transporti në qytet, ka mungesë në adresimin e modaliteteve të transportit miqësor. Domethënë për shembull, ligjet tona nuk e kanë të parapame, domethënë as çështjen e hapësirave. Ne flasim për makina me energji që janë me zero emission, po nuk kemi të përcaktuar domethënë pikat ose mënyrat se si duhet punktet ku ato mbushen, domethënë kiç ka shohim në Kosovë është jo ligjore, punktet ku ato mbushen domethënë me energji. Jo, nuk ekziston as në ligj, domethënë, e lemo në harta. E dyta, e njëjta vlen domethënë për trotinetat. Domethënë nuk janë të parapame, domethënë janë modalitete të caktuara që nuk janë të parapame, domethënë në platformat tona dhe prandaj këto anomali, të cilat nuk i përfshin kërkesat e kohës, sepse ne nuk mund të themi që po do të jemi vizavi parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, po nuk i kemi parapa transportin, domethënë brenda politikave tona lokale dhe qendrore. Po do të jemi për green urban mobility, domethënë, po nuk i kemi parapa shtigjet e duhura, domethënë për biçikleta dhe nuk i kemi parapa pikat e shkëmbimeve. Jemi për transport publik, po megjithatë nuk të garanton asnjë platformë që ti arrin në kohë, në punë, në shkollë ose kudo qoftë, dhe stacionet nuk janë të menduara në pikat kryesore të shkëmbimeve. Domethënë që për shembull një nanë vetë ushqyese nuk ka makinë, e din që mundet me dalë prej punës, me hyp në këtë autobus edhe me shku në kohë me marr fëmijën në qerdhe. Prandaj njerëzit, si me thon shqip, reliable, domethënë nuk munden me u bazu dhe me u mbështet në një platformë të transportit publik sepse nuk ju shërben në 100% në organizimin e jetës dhe ditës së tyre më së miri. Secili prej neve kur shkojmë jashtë e përdorim transportin, metron, gjithçka, sepse as që t'intereson me pas makinë, sepse më rinë në kohë. I ki lidhjet shumë të shpeshta të ndryshimit. Për shembull, 4-shit e na shkon rreth rrotull deri në Gërmi, ti bën një orë me shku breg diellit ose gjysore. Nuk është efikase. Duhet me pas më shumë pika të shkëmbimeve ku ti mundesh me hyp në një autobus dhe mas 2 stacione me ndru një tjetër për me mri më shpejt ku je nis. E tjera. Dhe për këtë çështje është edhe një element që është i rëndësishëm e diskutuar. Ligji për investimet strategjike dhe ligji për partneritetin publik-privat. Komunat e Kosovës vazhdojnë me mendu që çdo shërbim që është publik duhet me u bazu vetëm në forcat dhe potencialin dhe kapacitetin e publikës. Çka po du me thonë me këto? Na jemi treg i lirë, jemi në demokraci, komunat janë aty si regulator i publikës, por ne sot shohim plot ofrues të shërbime publike që janë akter privat. Domethënë komuna duhet veç me rregullu çështjen. Ligjet me qenë të mira në nivel qendror, edhe normalisht rregulloret në nivel lokal, që ju mundsojnë edhe operatorëve privat të jenë pjesë e linjave të transportit. Mund të jetë brendimi i njëjtë ose me një shenjë të caktuar që dihet se çka është, por shërbimi dhe cilësia e tij është e garantuar, sepse garantues është komuna, sepse i plotson kriteret operatorit të cilat janë në planit mobilitetit këtë rast. Prandaj ne jashtë kur shkojmë, plot ka domethënë shërbys që janë privat, po ne nuk i vrejmë, sepse ata shërbimin për publikun e kanë të njëjtë, sigur, domethënë
operatori publik, si privat është e parëndësishme se ti shërben për publikun. Dhe unë mendoj që komunat për te idesë që mendojnë që duhet t'i rregullojnë, t'i ofrojnë të gjitha shërbimet vetë, që ka qenë në komunizëm, duhet ta ndryshojnë funksionin e tyre ose të synojnë të shkojnë më shumë te kapacitetet te ngjizja e kapaciteteve edhe private brenda rregulativës komunale ku shërbimi është publik, komunat janë më shumë mundësues të shërbimeve se sa ofrues të 100% të shërbimeve. Kjo është ndryshimi që ne duhet me bu në pikpamjet tona dhe në si ta them, mindset, në mendësinë tonë kolektive për publikën dhe me publikën. Kjo e ka dhe një përparësi tjetër, sepse nështë proceset ecin shumë më shpejt, sepse këtë komplet na e dim sa shumë na pengojnë në procese, sidomos për shembull blerjes autobusëve na e dim që sa nuk vin autobus në Prishtinë për shkak se është prokurimi, është ky, po në momentin që arrihet një kontratë me partneriteti publiko-privat, më pas proceset prej pjesës private ecin shumë shpejt. Që unë po tregoj pse ecin më shpejt, sepse ti nuk i detyron shërbysit që kanë sfond privat, do me thonë, me hy në një proces të tillë. Ti ofron mundësi, thret, do me thonë, e krijon një mundësi për ta dhe ata kur vinë me vullnetin e vet, normalisht shërbimin duhet ta bëjnë vizavi rregulloreve që i ka komuna dhe çdo ankesë që vjen nga shfrytëzuesit e transportit në këtë rast, do me thonë i delegohet atyre. Dhe gjithmonë ideja është se si, do me thonë, të ofrojmë shërbime më të mira dhe qytetari nuk e vren më pas. Nuk duhet të ketë dallim midis një operatori që është privat dhe një operatori që është publik, sepse shërbimi është i njëjtë. Definitivisht, po. Prandaj në cilësinë e shërbimit, aty komuna duhet të ketë rolin kyç për t'i rregullu normativat, do të thonë, edhe lejet kur jep, do të thonë për qarkullim ose për ofrimin e atij lloji shërbimi, çka do qoftë ai. Po flas për transport publik, mund të jetë edhe për diçka tjetër. Unë shpesh bile kështu në çarqet tona profesionale, shpesh bojmë ajgare qysh edhe stadiumi kombëtar, edhe do të thonë ndërtesa e muzeut kombëtar, muzeut të artit bashkëkor apo edhe një qendre kulturore do të bëj shumë më shpejt me një partneritet publik-privat ose me një thirrje. Në më thonë që komplet stadiumi ndërtohet prej me konsorcium edhe i shkrysat, nuk e kishim diskutu fare, sepse kështu është edhe në vendet të tjera, në më thonë ti nuk e njën si qytetar shërbimi që është privat ose që ndërtimi privat. Ajo është shërbim publik, por që mundësohet nga operator caktuar. Kur ne e heqim idenë që sa po fiton ky, sa po fiton ai, në idenë e shërbimeve dhe qarkullimit të paras dhe punëve që bëhen, dhe e kuptojmë si qytetar që neve na ofrohet shërbimi. Komuna është aty për të garantuar që problemet, sfidat, nevojat e qytetarëve kanë me u realizu, kanë me ardhur në vendin e vet. Fare pak është e rëndësishme për qytetarin a e bën urani përmes një konsorciumi apo e zhvillon komplet komuna. Ne vazhdojmë sillemi ende në qeverisje sikur në kohët e shkuara, ku komuna, ministria, kryeministria, agjensitë duhet i kontrollojnë të gjitha proceset dhe ku gjithmonë flitet vetëm se sa para i ka marrë një kompani, por asnjëherë nuk flitet për cilësinë e ndërtimit, për cilësinë e shërbimit dhe për mundësitë që qytetari mund të ketë. Definitivisht, nëse vazhdojmë pasi mindset po në anën tjetër na i kemi do detyrime që kemi marrë ka herë një anshëm të dashmë ofru shumë më shumë me integrimin ton Bashkinë Evropian, çush është edhe agjenda e Gjelbërt, çush është komplet ky Green Deal-i të cilin na e kemi marrë ndoshta një anshëm të dashur. Edhe na s'kemi faj se po kemi qejf si më thon më ofru sa më shumë, po qysh është si më thon lidhjen e Kosovës me prioritetet e agjendës Gjelbër, sidomos te pjesa e mobilitetit urban edhe cilat janë mundësitë që na kishim mujt me si më thon kështu me dal me i vjel për kësaj agjende edhe anën tjetër po duhet të pyet a muj me u përshtaten na, se domethënë jemi të fol për realitetet ndryshme, muj me u përshtaten na. Është shumë interesant që synimi jon për me qenë të integruar në BE i ka dy vija paralele. E para dëshirën dhe vullnetin që ekziston te cili do politik bërës që ka qenë pa dallim partie, thjesht për t'i përqafu politikat që vinë nga jashtë, agjendat të ndryshme për t'i integruar ato në proceset edhe ligjore, po edhe të qeverisjes, që është gjë shumë e mirë, me thonë drejtën. Dhe kjo Kosovën e ndihmon sepse duke qenë shtet i ri, në fakt paketa jonë ligjore është jashtëzakonisht e përparume dhe moderne, por që në zbatueshmëri, domethënë ne kemi çalu me i kriju krejt instrumentat e duhur apo edhe me ngrit kapacitetet e duhura që me e bu realitet, domethënë një gjë të tillë. Që në këtë rast po flasim për agjendën e Gjelbërt të Ballkanit Perëndimor
perëndimor apo edhe agjendën e gjelbërt në nivel Evrope, me që synimi jon është me qenë të integruar atje, por këto i kanë edhe benefitet e veta, por edhe përgjegjësitë e veta, normalisht detyrimet që i vijnë shtetit nga nënshkrimi i agjendave ose kontratave caktuar, po më kujtohet nënshkrimi i marrëveshjes së traktatit të energjisë në 2020, normalisht ajo është suksesi i llojit vet që Kosova është pjesë e tij. Në momentin që e ke nënshkruar traktati, hyn obligime për të krijuar mundësi për operator të ri ose për lloje të tjera të prodhimit të energjisë që kanë qenë energjia pe disa tjera. Energjia me erë, energjia me ujë, energjia solare, edhe mandej aty ti pastaj fillon me po pikturën e vërtetë se a je ti gati, nuk mjafton vetëm dëshira dhe vullneti. Ajo vjen edhe me një përgjegjësi, dush me ngrit kapacitetet, dush me pas njerëz që si ta them përgatiten profesionalisht edhe në kuptimin administrativ, po edhe në kuptimin super profesional, domethënë të edukuar për politika të tilla. Nëse nuk i ke, duhet investosh si qeveri, të krijosh mundësi të bursave ose të gjesh bursa të ndërkombëtarët që të krijosh kapacitete të reja për nevoja të reja edhe funksione të reja që neve po na vijnë, domethënë edhe në kuptimin e politikë bërjes, edhe në kuptimin e asaj se ti jetot jeta sot. Ndryshimet klimatike sot janë evidente. Dhe agjenda e gjelbërt, pikën e parë, domethënë, që flet dhe thret është si ti qasemi dhe si të jetojmë, të bashkëjetojmë dhe ti menaxhojmë në mënyrë më të mirë të mundshme ndryshimet klimatike. Dhe këtu ideja nuk është të mirëmi vetëm me pasojën. Ideja është të krijojmë politika që janë prosperuese, që neve, domethënë, ta adresojmë problemin dhe të bashkëjetojmë dhe ta minimizojmë, domethënë, ndikimin në idenë e ndryshimeve të mëdha klimatike, sepse po e shohim. Nëse dikush mendon që hajt se është një problem që është diku tjetër, unë veç e mendoj kur kam qenë e vogël, sa borë ka rënë Prishtinë dimrit, edhe sot që mund të ketë dimra pa reshje fare. Ose të ketë shira që për 15 minuta e bllokojnë qytetin edhe e bojnë liçe. Ose 3 ovran me mbi 30 gradë Celsius. Po, edhe mandej për një herë, domethënë në 10 gradë. Këto janë ndryshime drastike të cilat, domethënë, pasojat po i vujmë sot, po që ato janë ushqyer pa vetëdijshëm prej secilit prej nesh. CO2-shi i transmetuar nga veturat e vjetra, domethënë, më shumë se 10 vjet, po edhe nga këto që janë qofshin edhe të reja që emitojnë CO2, e bën ndikimin e vet. Prishtinën e kemi qytetin e tretë në botë, dytin, tretin, katërtin, aty diku, çdo vit dimrave kur ka borë, kur ka kërkesë më të madhe për ngrohje, ajri është, domethënë, i padurueshëm, edhe kjo është një nga pikat po ashtu të agjendës së gjelbërt për Ballkanin perëndimor, domethënë për te platformave që janë për të promovuar një jetë më ndryshe, për të promovuar transport kolektiv, për të minimizuar transportin vetëm me makinë, ku e lexova diku s'podia në Holanda, ku domethënë nuk guxon një person i cili dëshiron me dalë me makinë, me qenë vetëm në makinë. Nëse është vetëm dënohet. Domethënë të obligon që ti duhet ta kesh edhe dikë tjetër në makinë, qoftë ai ku shiu yt apo dikë që e merr rrugës, vetëm për faktin që të ketë më pak makina dhe të stimulohet ideja e commuting, domethënë lëvizjes bashkë me njerëz të tjerë, me pas më pak transmetim të CO2-shit. E dyta është ekonomia qarkore. Domethënë që ne vazhdojmë dhe nuk e trajtojmë edhe pasojën për ta kthyer në diçka që është produktive, domethënë ekonomia recycling, domethënë reciklimin apo çështje të tjera të cilat janë lloje të reja të prodhimtarisë edhe të shërbimeve, të cilat mbeturinat i përdorin për t'i kthyer në diçka tjetër. Tani me që po flas po më kujtohet një vajzë që unë e njoh prej moti, Edona Demaj, e Kokos, një kompani që me vullnetin e saj vetanak është bërë, si ta them, me thoj. Ajo zonja mbledh vajrat industrial edhe domethënë mundohet me i përpunu këtu, nuk ka mundësi domethënë me i vënë treg si të tilla, po i eksporton në Zvicër për momentin, domethënë është sepse mungojnë platforma ligjore ose çështje të tjera. Prandaj një gjë është me rëndësi me kuptu. Biznesi ecë gjithmonë më shpejt se sa që ecin institucionet. Këtë kam ditë edhe kur kam qenë jashtë, por tash që jam brenda e kam kuptuar në thellë. Edhe më mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që presioni i akterëve që hynë në qarqe të reja, qoftë ekonomisë, qoftë transportin këtë rast ose të zhvillimeve të tjera, me dinamika të reja bashkore që në Kosovë mrinë më vonë, gjithmonë të jenë personat apo grupet që bëjnë presion për ndryshimin e politikave, për ndryshimin e ligjeve, për amandamentimin e tyre, apo rregulloreve të reja që mundsojnë zhvillimin edhe kapjen e dinamikës më të shpejtë. Trajtimi i
i ndotjes së ajrit, është domosdoshmëri në Kosovë, edhe është domethënë alarm i kuq, sepse nuk është vetëm ajri i njëjtë ndot përmes të rishurave, ndot ujin, ndot tokën, ne hajmë domethënë ushqemi nga ajo tokë e njëjtë, prandaj kot ne flasim për ekobioprodukte kur ato janë të bëra në një tokë që është e kontaminuar. Dhe fundit, domethënë ideja e biodiversitetit. Për shembull, ne shumë pak flasim për këtë çështje, kemi fotografë të jashtëzakonshëm që në mënyrë vullnetare e regjistrojnë, e dokumentojnë krejt biodiversitetin e Kosovës, wildlife photographers, Lulzim Demaje, Arian Mavriqi e këto tjerë që po më kujtohen, domethënë dhe ky shtet ishte dashur me kuptu që nëse i ka pa 2 djem, 3 vajza që po e bëjnë një punë të tillë madhështore në mënyrë vullnetare, ti thret dhe thot ju e keni venin të Instituti Natyrës, e keni venin të Ministria e Mjedisit, e keni një pagë, veç fotografoni, dokumentoni. Domethënë, të asiguroj një mirëqenie bazike që ata mos të mendojnë për pjesën e jetës bazike që ata, se ata e kanë pasionin, ata e kanë pasionin e tyre me një punë. Po thjesht janë të dedikuar, dhe nëse janë të dedikuar, shteti duhet kujdeset që akter të tillë ti ketë pjesë të proceseve që në fillim. Edhe normalisht aspekti i fshatrave. Ne e dim që në krejt, më falë se e zgjata, ne e dim që krejt studimet urbane ose teoritë mbi zhvillimet urbane që i shohim sot, i komentojmë, i lexojmë, thuhet që deri në 2050 80% e popullsisë botërore do të jetojnë në qytete. Që do të thotë që presioni kryesor, edhe në kuptimin e strehimit apo banimit, edhe në kuptimin e arsimit, edhe në kuptimin e mobilitetit, do të jetë në qytete. Dhe fshatrat do ngelen aty qoftë për ata që kanë mundësi financiare për ta përballuar një shtëpi verore ose diçka tjetër, qoftë për të tjerët që kanë biznese të caktuara. Po megjithatë, nëse dëshirojmë të lidhemi edhe të përshtatemi me idenë e zhvillimeve të qëndrueshme, Kosova është një vend i vogël, ku me infrastrukturë që lidhet mirë, qoftë në kuptimin e kurudhave, në kuptimin e transportit publik dhe rrugëve regionale. Mendoj që shumë njerëz që për shembull viteve të fundit kanë ardhur me jetu në Prishtinë për shkak të punës, nëse kish pas një transport më të mirë dhe më të mbështetshëm, që thonë edhe në kuptimin kohor dhe të rregull qëndrueshëm, unë kisha pas mundësi me jetu te malet të Mpej ose në Stog, nuk kisha ardhur me jetu në Prishtinë kurr. Për çush jetojmë ne këtu, për mungesë aktiviteti, rekreimi, gjelbrimi, ajrit i ndotur, zemrimi që na kap çdo ditë për shkak të transportit dhe gjanave tjera. Më me qef, domethënë kisha jetu diku tjetër dhe për 20 minuta domethënë ti më mri prej Stogut në Prishtinë në një rrugë të mirë me tren ose me autobus. Prandaj transporti për Kosovën është shumë i rëndësishëm të mendohet në shtresimet e ndryshme, të jetë shërbim i mirë, i përballueshëm në kuptimin e kostos, ta kemi një që të qartë sepse ne mund të promovojmë transport, por nëse s'është i përballueshëm për kategoritë e caktuara, normalisht njerëzit nuk e përdorin. Dhe në këtë pikë mendoj që duhet kemi projekte të veçanta për fshatrat. Për shembull, po më kujtohet projekti i Shqipnisë, me që e kemi këtu afër, projekti për 100 fshatrat, i cili fshatrat e zbrazura ose lokacionet e caktuara sot i ka kthyer në destinacion. Çka po du me thonë, mrizi zonave, Thethi, Tamara, e shumë agroturizmi ose lokacione caktuara si Fishta e këto, domethënë i ka bërë banorët lokal bashkë me bizneset vizionare që të ndërtojnë një narrativ të re mbi një trashëgimi që ka qenë aty dhe njerëzit ta shohin potencialin e vërtet që e ka ajo zonë dhe të vendosin të qëndrojnë aty. Dhe kjo është fantastike. Është e pa falshme për shembull për mua kur unë në Karasis me shku në Rrugov, edhe unë shkoj në Rrugov edhe ha djath një djath të dikujt tjetër ose një jogurt të Slovenisë. Domethënë komplet shërbimet në Rrugov duhet jenë shërbime që i bëjnë gratë dhe burrat që jetojnë të fshatit, edhe njerëzit kur shkojnë atje me qëndru, qoftë në trajnime, qoftë për qef, të ushqehen me gjana tradicionale. Kur ishe du fol për sidomos për ndotjen, pasive që marr një kohë me ta, ne kemi transporti është ndotë si dytë në Kosovë. Ndot si parë është termocentrali, por si me thonë e keqja domosdoshme. Jo vetëm, edhe djegjet me qymyr edhe me drue këto që vinë në kohën e dimrit. Si me thonë, kështu elefanti i madh është termocentrali, që është një e keqje domosdoshme se kemi burim halot vetëm qëndrueshëm të energjisë elektrike, por kur të shohim në pjesën e transportit shohim shumë mundësi, të cilat realisht hapen sidomos për biznesin. Kemi flota të mëdha të bizneseve të cilat kanë filluar
në mënyrë vetanore kemi kalu në transport elektrik sepse e kanë pa çështjen e kostos. E vërtet. Por gjithë kjo në fakt nuk është që u përcjell për politikës me një hap të mirë që me fuqizu tutje. Shikoni. Kjo duhet më rregullu ligjërisht. Unë thash vullneti ekziston. Çka nuk kupton për një shkollë e cila komplet kulmin e mbush me panele solare? E prodhon energjinë e vet. Ha? E prodhon energjinë e vet. E dyta, çka nuk kupton për një biznes? Që prodhon çfarë do lloj produkti kur komplet hallën e tij e ka të mbushur nalt me panele solare? E prodhon vet rrymën e vet. Dhe ajo rrymë nëse te pran, duhet me hin sistem, me shku diku tjetër. Ha? Ose me rujt në bateri. Shteti nuk duhet me pas si ofrues shërbimeve non-stop, prap po them vetëm shtetin ose disa kompani që shteti dëshiron. Jo, duhet më kriju mundësi që qytetari me qenë shtëpia zero emission vet, self-sustain. Edhe një banor, një familje që është e përgjithshme, me qenë e denj, me prodhurimën vet edhe me mos mu bubar e shtetit. Cilat ishe pengesat e para janë ligjore. Ligjore. Pengesat e para janë ligjore. Po dhe pengesat ligjore nuk ndryshojnë nëse nuk ka një strategji që kërkon prej tyre diçka tjetër, një hapje. Okej. Ku ti nuk mundesh me thonë, urani po fiton shumë se po prodhon shumë pi paneleve solare e duna mi analun e pak cucën e uranit. Jo. Nuk shihet zhvillimi ashtu. Ligji nuk është për me ndalë gjana. Ligji është regulatori një fushë i cili mundson zhvillim. Dhe brenda asaj regulative nën kuptohet çka zguxon me bo. Apo kupton? Po ligji nuk është për me ndalu procese. Ligji është me rregullu një fushë saktuar që më jetë shteti përpara, edhe komuniteti normalisht bashkë me shtetin. Prandaj çësia edhe karshi ligjeve dhe karshi politikave duhet me ndryshu. Na jemi këtu që sa më shumë njerëzit pavarësohen në cilin do dimension dhe krijojnë gjenerim për vete, çfarë do qoftë ai, për me qenë një barë më pak për shtetin, unë mendoj që është suksesi i shtetit. Mirë, kështu po shkojmë drejt fundit pse ky muhabet mundet më zgjat pafundësisht, sepse jemi në çat ritëm të zhvillimit. Gjatë punës tonë si deputete, unë duke e përcjellë rregullisht ku vende kam pa që ka disa deputet, sigur janë edhe ju, që fokusohen në disa tema të cilat thjesht merr vesh njëri. Edhe fokusohet jep maksimumin edhe është fantastike me u drejtu unë ato. Po sa ki po një interesim, si më thonë, në tërësi të deputetëve, të cilët pak a shumë janë marrë hiç po them, ndoshta kanë bëu hiking, ndoshta janë përkras të qarkullimit me bicikleta, me kështu, që me u grupu, si më thonë kështu si gjelbërt, edhe me shty përpara, qoftë ndoshta fuqizime e transportit qëndrueshëm, qoftë trafikun urban për qytete të tjera, është një eksperiment 20 ditë që ka ndodhur në Kamenicë prej Friedrich Ebert Stiftung, ka pas një efekt fantastik sepse këtë fshatrat kanë filluar me orën qytet me autobusin e trafikut urban, sepse kanë ditë me orarin kur vjen edhe nuk i kanë nxjerr kerrët. Po sa është poç ky si më thon se kjo është një kauzë mbi kauzat politike, mbi kauzat partijake, mbi gjithçka sepse është për të ardhmen e secilit prej neve. A ka një qësi interesimi? Është interesant me po që ne krejt proceset edhe krejt platformat qofshin edhe ato të reja apo edhe ekzistuese, mundohemi diqysh mi përthëku dhe mi majt në rrjetull se cili që është aty pari dikon. Për shembull, na kemi pas ka qenë deputete shumë e zëshme për agjendën e Gjelbert Fitore Paculli. Po. Dhe ka qenë grupi deputetëve që ndjes që po e përmend me emër, po ajo ka qenë, domethënë nuk jam tu thon diçka që nuk ekziston. Dhe në momentin që ja ka marr primatin për mudheq komisionin për bujqësi, planifikim, mjedis e këto titullare. Po është komisioni i gjatë. Po, e ka pengu vazhdimisht krijimin e grupit jo formal të deputetëve të Gjelbër, sepse kanë nënkuptuar që ajo e posedon temën, edhe duhet vetëm ajo brenda komisionit dhe njerëz brenda komisionit me u marr me temë të tillë. Për shembull, mu nuk ka në këtë legjislaturë me qenë të komisioni për planifikim, pavarësisht që kom pas qef, sepse kom qenë të komisioni për arsime për kulturë, edhe s'ka pas mundësi me qenë dikush të komisionit të drejtave të njerëzit, kom shku, po unë gjithmonë kur ka pas tema për planifikim, banim, domethënë çështje mjedisore, në kapacitetin tim sa kom pas mundësi, domethënë i kom adresu në kuvend, dhe në një moment caktuar bashkë me partnerët tonë ndërkombëtar, duke mos pas mundësi ta kemi një grup të konstituar të deputetëve Gjelbert, qëllimi ka qenë thonë, okay, a ka mundësi me identifiku deputetët që dëshirojnë me punu në këtë agjendë pavarësisht që nuk janë pjesë e komisionit të planifikimit edhe bujqësisë edhe mjedisit,
që me pas mundësi, me pas shkëmbime edhe me parlamentet e tjera, me deputet të tjerë, me akter të tjerë që zbatojnë politika të tilla në nivel lokal ose edhe ndërkombëtar, që me shkëmby eksperienca edhe me marrë mësime për përvojave të njerëzve të tjerë dhe institucioneve tjera që ndoshta janë një hap para Kosovës ose kanë kaluar nëpër një atë sfida dhe ne mund mos t'i bëjmë gabimet e njëjta. Iniciativë ka, po kanjëherë e thash që kjo ideja që partizohet një temë për mua është jo e mirë, sepse mjedisi, kur folim për mjedisin në përgjithësi, nuk është veç e gjelbërta, mjedisi është krejt. Më thonë është ambienti ku na zgjedhim me jetu, me punu, me banu, me qarkullu, me pas rekrejim, me u zhvillu edhe me zhvillu ekonominë. Dhe që ky trekonshi, do më thonë, i cili e garanton zhvillimin ekonomik si aspekti mirëqenjes tonë kolektive, e ruan mjedisin, do më thonë, krijon politika mitësore me për mjedisin, se lën hapësirë për gjeneratat e reja me jetu ma mirë dhe ma shnetshëm, dhe krijon mirëqenje, do më thonë, kuptim shoqëror, është trekonshi që na duhemi me synu në krejt politikat. E prandaj unë kom qenë gjithmonë kundër që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me u gërshetu me ekstra anekse të tjera. Sepse është ministri që i përmbledh krejt politikat e nivelit horizontal në një platformë që është Kushtetut Hapësinore e Kosovës, që është plani hapësinor i Kosovës. Okej. Mirë, shkurt në shtabit të kisha pyet cilat janë disa prej projekte konkrete që premtojnë në fakt një ndryshim për të ardhmen, cilat ishin në horizont. Nëse janë parciale. Për shembull na pishuemi nëpër Prishtinë që idenë e rritjes hapësirës publike, dramën që po krijohet rreth tyne, kërkush është kundër hapësirës publike, por ideja e hapësirës publike nën kupton që ti duhesh me kriju zgjidhjen për çështjet e caktuara dhe me zgjerur jetën e publikës dhe lëvizjes në këmbë dhe me biçikletë. E dyta që është e rëndësishme ta theksojmë është që ne në konceptet e zhvillimit urban kemi edhe shared spaces, hapësirat që i ndajmë së bashku. Do të thonë ka plot sheshe, ka plot bulevarde që në qytetet caktuar, do të thonë modalitetet e transportit kolektiv dhe ekotransportit janë të gërshetuara me lëvizjen e këmbësorëve dhe me qëndrimin në atë hapësirë. Po kujtohet Herengase Ngrac për shembull është rruga kryesore pedonale, po tramvaj kalon, do të thonë midis rrugës dhe njerëzit e kalojnë rrugën, e dinë nën vetdijen e tyre që aty është një modalitet i transportit. Është një tramvaj që ka marrë. Ai ecë në shpejtësi shumë të vogël, po bashkëjetojnë në të njëjtën hapësirë publike. Do të thonë ky është koncept që është i sprovuar në mijëra qytete. Prandaj edhe ne nuk kemi nevojë krit arteriet me i mbyll menjëherë, me i bashkëdyzu dhe në një moment tjetër kur krijojmë arteriet të reja që e shkarkojnë, do të thonë qarkullimin në zonën e brendshme, me promovu, do të thonë, qytetin përkombësor dhe me promovu veç transportin publik në qendër dhe pastaj njerëzit mësohen me një formë të re. Do të thonë është proces, nuk është kjo diçka që bëhet me një premje se unë po du kështu. Faleminderit shumë Eliza Hoxha, po besoj që na kemi pasur raste të tjera me fol sepse është një temë e cila spërfundon edhe i ka shumë dyrë të vogla, sa herë qel hin mbrana me një dhomë shumë të madhe. Po, e vërtet. Ama edhe një sen harrova me përmend se po të nali. Po. Që krejt këtu çka folëm, krejt kjo lidhshmëri e krejt platformave të komunikimit, shkëmbimit, mobilitetit, hapësirave publike, mjedisit, ekonomisë qarkore, nuk ka me pas mundësi me ardhë në një vend dhe me funksionu si tërësi pa digitalizim. Na po jetojmë në epokë të teknologjisë dhe na prej edukimit, fëmijët i shohim të bëjë gjëra të mahnitshme, domethënë në tableta dhe në kompjuter ose në telefon, në shkollë mësojnë çush kemi mësuar na edhe printet tonë ose gjyshrit tonë, dhe shkolla për ta është mjedis jo i këndshëm dhe jo mitësor, sepse nuk i përfshin, nuk i angazhon dhe nuk mundohet me ia nxjerr fëmijëve më të mirën e mundshme. Mandej kjo vjen te institucionet, ku nëse janë krejt sanet të digitalizuar në sistem, ndryshimet hapësinore janë shumë lehtë të lexueshme edhe të kuptueshme dhe matjet ku ka ngërçe në qytet, ku ka sfida në qytet, janë të dukshme, të prekshme dhe mandej ti mundesh me bëj këto intervenime tek paskoshme për me çliru arteri ose për me prodhu politika më të mira për një çështje të caktuar.
Faleminderit shumë, shumë e rëndësishme që lidhet definitivisht digitalizimi është, si më thonë, ndoshta pe artierë kryesore të secili zhvillim dhe projekt ardhshëm. Faleminderit shumë, pra faleminderit juve që na ndoqët. Ishte ky podcasti mobiliteti urban në Kosovë mes premtimit dhe realitetit. Realiteti nuk është fort i këndshëm, po premtimet edhe, si më thonë, dëshira jonë sikur për me i përvetësu këtu agjendat e gjelbërta dhe ndërkombëtare, kemi ndoshta edhe këtë dëshirën që me i po qytetet tona pak më të mira dhe me mobilitetat më të mirë. Deri në takimin e radhës, faleminderit.